Vetëm 1 kilometër në vijë ajrore nga SPAK, Drejtoria e Policisë dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare, po ngrihet një kull 36 katëshe që quhet Taylor of Tirana. Projekti shitet si luks, por brenda dokumenteve, emrave dhe lëvizjeve të pronësisë del një e vërtet e thjeshtë. Kjo godin po ndërtohet me paratë basteve ilegale që për 3 vite kanë qarkulluar lirshëm në Tiranë në kontrollin e Lendi Palajt dhe Dhelprës Tomdoshi. SPAK ka dërguar për gjykim dosjen e blerjes së votave të PSD-s, ku skema financohej kryesisht nga rrjeti i lojrave të paligjshme. Por ndërsa prokurorët kërkojnë gjurmët e ujkut ka dal nga kafazi dhe po ndërton kulla në mes të qytetit. Bastet ilegale jo vetëm që i dhanë PSD-s 3 mandate deputetësh, por tani po krijojnë pasuri të paluajtshme shumë katëshe si sfida e hapur ndaj SPAK. Një Lend Palaj, menaxheri i basteve që tani ndërton kulla. Lendi Palaj, i njohur si kryemenaxheri i lotove të 333, B3T dhe CR7, është arrestuar disa herë dhe liruar pa aq shpejt. Policia ka zbuluar pagesa kesh dhe rrjete të tëra pika bastësh që ai kontrollonte për llogaritë të Tomdoshit në Alidemi, në zonën ku Pala jeton dhe ku mbante qendrat e basteve, është përfshirë edhe në konflikte me armë. Ironikisht, pikërisht aty ku Lendi Palaj kërciste Kalashnikovët, sot po ngrihet Taylor of Tirana. Prokurorët e shohin si peshk të freskët pasi dosjet me emrin e tij shkojnë dhe vijnë pa rezultat, ndërsa UPG-t e kanë përballë prej vitesh me blloqe bastësh, lista pagesash dhe prova që gjithmonë dalin të padeklarueshme. Burimet e uniformave blu pojnë se Palaj deklaron për bosët e tij një mbetje mujore 300 deri 400 milion lekë të vjetra nga bastet ilegale. Këto para të mbledhura me çanta të zeza dhe të dorëzuara te Dhelpra Tomdoshi tani po i injektohen në një skem ndërtimi. Sipas burimeve, investimi ndahet në 2 pjesë. Gjysma e parave vjen nga Lendi Palaj, gjysma tjetër nga rrethi i Tomdoshit. EL Construction, kompania e sapo krijuar që mori lejen e kullës dhe e çoi drejt rrjetit të Tomdoshit dhe një Lend Palaj. Më 17 qershor 2025 u regjistrua EL Construction SHPK, një kompani e re që në letër duket si subjekt ndërtimi, por në praktik shfaqet si një strukturë e përkohshme e ngritur për të mbajtur lejen e projektit Taylor of Tirana. Themeluesit janë Elda Betaj dhe Elis Sinani. Të dyja janë të lidhura drejt për drejt me rrethin e Tomdoshit. Në territorin elektoral të PSD-s, asnjë kompani ndërtimi ose trualli nuk lëviz pa miratimin e tij. Asnjë leje e rëndësishme nuk kalon pa njerëzit e tij të terrenit dhe në këtë rast faktet e vërtetojnë këtë linjë. Elda Betaj është bashkëshortja e Shkëlzem Betaj, i njohur për rolin e tij si ish-zëvendës drejtori i hipotekës së Tiranës dhe si pjesë e strukturave që prej vitesh lëvizin dokumente pronash, leje ndërtimi dhe marrëveshje trualli për llogari të grupeve që kanë ndikim politik. Elis Sinani është bashkëshortja e Andi Sinanaj, i cili rezulton të jetë i përfshirë në projekte të lidhura me rrjetin e PSD-s dhe me njerëz të afërt me Tomdoshin. Që të dy Betaj dhe Sinanaj kanë rol kyç në një tjetër kompani, Cyan Buildings Albania, ndërtimi që ka siguruar leje për një kull 35 katëshe në të njëjtin bosht interesash. Kjo i vendos 2 themeluesit e kompanisë brenda të njëjtit rreth të njohur të ndikimit të Doshit. Pas marrjes së lejes më 17 tetor të këtij viti, ndodh lëvizja kyçe. Kuotat e kompanisë transferohen. Në dokument shfaqen si dhënas pëlqimi, pikërisht Shkëlzem Betaj dhe Andi Sinanaj, pra bashkëshortet e themeluesve. Pas transferimit, kompania nuk mbetet më në duart e 2 grave që e themeluan. Ajo kalon tek 2 emra që kontrollojnë projektin. Gjoka Ndërtim, që merr pjesën teknike të punimeve, G88 SHPK, kompania e Daniel Garunjës, ish kandidat për deputet i PSD-s i lidhur drejt për drejt me rrethin e Tomdoshit. Reklamimi i projektit Taylor of Tirana nisi më njëherë pasi G88 dhe Gjoka u shfaqen si pronarët formal të EL Construction. Në materialet zyrtare, apartamentet ofrohen me çmimin 2.000 euro për metër katror, një çmim që përputhet me tregun e zonës dhe shitet si ofertë standarde për ndërtimet e reja. Megjithatë, burimet të përfshira në projekti than pamfletit se po qarkullon edhe një skem paralele. Sipas tyre, synimi është që një pjesë e apartamenteve të dalin me çmime nën kufirin zyrtar, në mënyrë që të thithin pagesat menjëhershme nga blerësit. Këto parapagime garantojnë likuiditet të shpejtë dhe krijojnë hapësirën për qarkullim parash jashtë sistemit bankar. Në fund të zinxhirit kompanive, qarkullimeve dhe pronarëve formal që dalin në dokumente, deli njëjti emër që personat e përfshirë njohin si drejtues real të skemës. Dhelpra Tomdoshi nuk e shfaq askund firmën e tij, por të gjitha lidhjet mes themeluesve, administratorëve, ndërmjetësve të lejeve dhe pronarëve të rinj të kompanisë krijojnë një trajektore të qartë drejt tij. Ndërtimi i kullave në Tiranë është kthyer në mjetin më të sigurt për të zhvendosur kapitalet pa zhurmë, duke përdorur emra të rinj që nuk ngjallin dyshime dhe kompanitë krijuara rishtazi që marrin leje shumë më shpejt se sa subjekte të vjetra. Kjo kull nuk është thjesht projekt ndërtimi, por testi më i drejtë për drejt për SPAK-un. Nëse nuk e prek këtë skem, rrjeti i basteve do të vazhdojë të prodhojë para dhe ndërtimi do të vazhdojë të maskojë burimin e tyre. Në qendër të këtij mekanizmi qëndron Tomdoshi, i cili po i vënë në lojë institucionet duke treguar se paratë e zeza mund të ngjiten deri në 36 kate pa u ndalur nga askush.